cili është objektivi final. Kjo protestë doli që ditët e para me kërkesën për dorëheqje të kryeministrit dhe kjo është e jashtëzakonshme. Kushdo që të jetë kryeministër nesër, do matet mirë për çdo vendimmarrje sepse e di që njerëzit mund të dalin në shesh. Unë nuk dua absolutisht që të ketë vetëm një rotacion. Është shumë e rrezikshme. Koha na ka treguar vitin 90, 97, 2013 që rotacionet nuk na kanë çuar askund. Kush thotë që të ndryshojë sistemin pastaj shohim bëjmë këtë më fal pushtetin, pastaj shohim bëjmë jo. Për mua duhet vendosur ca pika kryesore, e ato duhet shpalos 5 pika. Ja, shumë pak. Partia Socialiste, Partia Demokratike nuk i përfaqëson pothuajse fare këtë gjenerat. A rrezikon të dështojë të lëvizje? Atëre, për mua qytetare, civile tha. Për mua më shumë se fundi i diçka ka shumë rëndësi një fillim i mirë. Nëse ka një patriotizëm tani, mund ta quajmë patriotizëm, është dalë në atë sheshe të protestosh. Sepse po ndërton Shqipërinë e gjërat të tjera. Jemi të bindur në një pikë, ka filluar fundi.